Në një reagim publik, Videnovic ka kritikuar ashpër takimin e fundit mes patriarkut serb Porfirije dhe presidentit rus Vladimir Putin, takim që u zhvillua në Kremlin. Ai ka cilësuar këtë si një shenjë të përfshirjes së drejtë për drejtë të kishës ortodokse serbe në orientimin gjeopolitik të vendit në dëm të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Ai komentoi disa imazhe të publikuara së fundmi që tregojnë imazh ku shihet harta e Kosovës, ta marrin Kosovën me forcë dhe ta përfundojnë fillimin e gjenocidit. Ushtarë serb me simbolin Z i përdorur nga forcat ruse në luftën me Ukrainën, duke mbajtur flamur me ikonografi fetare dhe slogane nacionaliste. Ushtarë të tjerë të gjunjëzuar në një kishë para ikonave ortodokse në një përzierje të drejtë për drejtë mes ushtrisë dhe fesë, patriarku Porfirije në një tregë zyrtare me presidentin rus Vladimir Putin në një takim që thellon lidhjet politike dhe ideologjike mes kishës serbe dhe Kremlinit. Sipas Videnovic, Serbia e Vučićit po largon vëmendjen nga rruga drejt Bashkimit Evropian duke orientuar ka një projekt fetaro-nacionalist me mbështetje nga Rusia. Videnovic ka komentuar mesazhin e fotografisë që shkruan "Nuk ka dorëzim", duke thënë ta marrim Kosovën me forcë dhe ta përfundojmë fillimin e gjenocidit. Flamuri përmban një mesazh politik dhe simbolik që lidhet me çështjen e Kosovës dhe Serbisë. Në këtë flamur shfaqet harta e Kosovës, por është mbuluar me ngjyrat e flamurit serb, kuq, kaltër dhe bardhë, dhe stemën kombëtare të Serbisë, shqiponja me dy koka dhe kulura mbretërore. Kjo pamje tregon një grup ushtarësh serb të gjunjëzuar në një ambient të brendshëm që duket të jetë një kishë ose hapësirë fetare me ikona ortodokse në mur. Prania ushtarëve me uniforma brenda një hapësire të tillë tregon për një përzierje të thellë mes institucioneve shtetërore, ushtria dhe kishës ortodokse serbe. Në këtë foto shfaqet një grup ushtarësh të veshur me uniforma ushtarake ndërsa disa prej tyre mbajnë një flamur të kuq me ikonografinë e Krishtit dhe një mbishkrim në cirilik. Njëri nga personat në qendër mban një bluzë me simbolin Z, i cili është përdorur si simbol pro-rus në kontekstin e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Ky imazh që ilustron lidhjet mes elementeve ushtarak religjoz dhe nacionalist përforcon kontekstin e kritikës së profesorit Ivan Videnovic, i cili ka denoncuar përzierjen e kishës ortodokse serbe dhe afërsinë me interesat ruse si dhe retorikën e rrezikshme që përfshin Kosovën. Kjo pamje tregon presidentin rus Vladimir Putin në një takim zyrtar me udhëheqës të kishës ortodokse serbe, përfshirë patriarkun Porfirije. Takimi i zhvilluar në një ambient luksoz përforcon narrativën që ka ngritur profesori Ivan Videnovic, përfshirjen e drejtë për drejtë të kishës ortodokse serbe në diplomacinë ndërkombëtare në linjë me interesat e Rusisë.